Një hetim i ri në Rumani për një skem ndërkombëtare rrushfetesh dhe trafikimi armësh, por ngjall hijet e një historie që shqiptarët e njohin mirë, Gërdeci. Radio Free Europe raportoi se ish senatori rumun Marius Ovidiu është arrestuar si pjesë e një afere që përfshinte blerjen e fishekëve të tipit rus në Kazakistan, ripaketimin e tyre në vende të treta dhe shitjen e mëvonshme drejt Ukrainës si municione të prodhimit evropian. Në dokumentet e hetimit, një prej të përfshirëve përmend një operacion të ngjashëm që ishte bërë më parë në Shqipëri, ku njerëzit u bën miliarder brenda natës. Ky është një aluzion i qartë për skandalin e Gërdecit, një prej episodeve më të errta të tregtisë së armëve në Ballkan. Në vitet 2007-2008, Shqipëria u bë qendra e një operacioni të ngjashëm. Një kompani amerikane e drejtuar nga një djalosh 21 vjeçar në Miami bleu fishek të vjetër sovjetik nga depot shqiptare të Ministrisë së Mbrojtjes. Fishekët kishin origjinë kineze, të ndaluara për eksport nga SBA, ndaj u çmontuan dhe u ripaketuan në mënyrë që të fshihej origjina e vërtet. Procesi përfshinte depon e Gërdecit, ku më 15 mars 2008 ndodhi shpërthimi që vrau 26 persona dhe plagosi qindra të tjerë. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.